Sonte harroni çdo gjë, nuk do flasim për asnjë gjë tjetër përveç se për Kosovë, Turqi. Vetëm për Kosovën. Sot edhe programacionet e televizioneve kanë stopuar dhe sot e gjithë vëmendja, syt, zemra, mendja, çdo gjë janë në Fadil Vokri në Prishtinë, atje ku Kosova pra i ka të gjitha mundësitë, të gjitha parametrat optimal për të shkruar historinë. A do të thonë për të na bë atë anë realitet që ne kena si me çut pak të një skuadër shqiptare në botror. Tani Kosova pse themi ka të gjitha mundësitë? E para ka kualitete. Pa diskutim ka lojtar jashtëzakonisht kualitativ, të cilët unë ndjek në kampionatet e tyre. E dyta ka pasion, e treta ka punë, e katërta lun kush e meriton. Nuk luajn, hajde t'i bëjmë qefi njërit apo tjetrit. Luan kush e meriton, pa meritokracia funksionon. Dhe mbi të gjitha funksionon zemra më zemra. A dhe dashuria kur ti luan për flamur, kur ti luan për t'ia ndrit faqen jo vetëm vetes, por për t'ia ndrit faqen edhe vendit tënd, vendi i cili ka vujt pafund, ka kaluar luftra, ka pas si tush kanë dhënë jetën njerëzit për atë vend dhe ti luan për këtë gjë që nesër ti tregosh botës se shiko Kosova, po Kosova është një vend që peshon valla. Dhe këtë po bëjnë ato çunat dhe i kanë gjitha mundësi ta bëjnë. Tani ç'a ndodh? Kosova me këtë arritje, po themi, sido që shkojë rezultati, por me këtë arritje i ka dhënë botës futbollit një leksion jashtëzakonisht të madh. Ç'a do thot? Imagjinoni pak, Kosova ndeshjen e parë zyrtare, si kombëtare, e ka bërë në diku 5 shtator të 2016-s. Ka luajt me Finlandën ka luajt dhe imagjino pa i bë 10 vjet dhe Kosova e shef veten një hap larg botrorit. Ndërkohë ka skuadra tjera që kanë nga 20, 30, 50, 60, 100 vite që s'po ja dalin dot. Ndërkohë Kosova për 9 vjet, pa bo 10 vjet, është një hap larg botrorit. Pra, ky është një mesazh i jashtëzakonshëm. Dhe kush është morali i kësaj gjës? Futboll lun ai që e meriton. Dhe këta çuna e meritojnë, duke filluar te Muriqi, që është golçenuesi i dytë më i mirë në Spanjë, e te Fisnik Aslani, e te Gallapeni, e te ky Vojvoda që është njëri kyç te Como në kampionat italian, e te Zhegrova, e te Rexbeq, e te Muriqi, domethënë të gjithë këta, se mos i përmend gjithë me emra, i kërkoj ndjes atyre që si zuna ngoj, por janë domethënë kualitete të pastra fare dhe ne unë kam ndjekur për shkak Kosovën dhe seriozisht jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe i emocionuar që unë sot do shoh atë ndeshje dhe sot do shkruaj historinë. Forca çuna, na bëni krenar, jena me ju sot. Forca Kosova, gjithë mendjen shpirtin në Fadil Vokri. Hajde. Nuk shkum dorë për dorë, por të paktën shkojmë një pjesë e jona, një pjesë e zemrës tonë do shkojmë botror. Sonte.